Okej, në koktelin e radhës ne sot kemi përzgjedhur një mikën ton Denin, është në ato klientët tona të rregullta edhe ka shihet Deni mirë se erdhe. Tani do gjejmë rastin që shfrytëzojmë rastin pra që ti të hapësh menun ton, edhe të zgjedhësh sepse tashmë në kolonial nuk do ketë më vetëm sugjerimin e kamarierit, e barmanit, por do jeni vetë ju që do zgjidhni nga ajo gama e madhe e kokteleve bashkë me histori, kështu që ke mundësi të hapësh çik menun ton edhe të zgjedhësh koktelin që do preferoje të pije këtu te neve. Pa, do e bëjmë tani për ty. Ekskluzivisht. Faleminderit. Unë duke qenë se kam ardhur dhe shumë herë të tjera, do doja diçka shumë të lezetshme, diçka të ngrohtë. Unë preferoj shumë lulet. Duke qenë se jam ke lulet, unë më duket më tingëllon shumë bukur violet flower. Bravo. Një zgjedhje elegante, femnore, normalisht bëhet kaq e bukur sa ty, nuk mund zgjidh të diçka ndryshe. Tani, violet flower, dashur miq, është një koktel me bazë lulesh. Normalisht e thot vetë fjala violet. Pra kemi ekstrakt lule violetës, pra ose lule vjotës, siç e njohim ndryshe. Pak hibiskus, edhe lule hibiskus është një lule australiane. Pra kemi dy lloj lulesh. Lulen e parë të pranverës që është lule violeta, është një lule energjike, dhe është lulja e parë është ajo që bën diferencën e ndarjes mes dy stinëve. Pra, nuk është zgjidhje e rastishme zgjidhja jote. Tani, vodka, pse them nuk është zgjidhje e rastishme? Sepse deri diku personifikon, pra ti je gocë me shumë energji. E them sepse njoh tashmë, mua m'pëlqen të njoh klientët nëpërmjet asaj që ato kërkojnë për të pirë. E pasurum tham koktelin me vodka, lëng limoni, të freskët, pak kontro dhe stika gingeri. Gingeri ndihmon në nxjerrjen e aromave, të dy luleve, pra thamë të violetës dhe të hibiskus. Hibiskus është një lule. Dhe do i shtojmë pak shirup të thjesht. Thjesht ne dim që koktelet me lule janë koktele që kanë tendencë nga embla, nuk janë të embël veles pra. Kështu që s'do kishte kuptim një lule e altë, apo jo. Lulet janë bukura, prandaj ju pëlqejnë femrave lulet sepse kanë aroma të embla. Po, sigurisht. Ashtu siç kanë parfumat. Tani, ne goje e thojmë. Dhe do e miksojmë, voilà. Do zgjedhim një gotë për Denin. Unë do bëj një gotë shumë të veçantë. Kup të bukur, mbretëreshe. Faleminderit. Sikur t'ishit afër, do e ndjenit edhe parfumin që ka ky koktel. Pra nuk është thjesht një koktel vetëm për ta pirë. T'jep një aromë kaq pozitive sa ndjesh vërtet në ato ditët e para të pranverës. Prandaj thash që nuk është e rastishme. Ja. Opa, edhe ndjen aromën sa. Do vëmë edhe një lule për Denin. Faleminderit. Natyrisht. Hopla. Është shumë e këndshme. Voilà. Tani Duket Denin shumë do e të bukur, tregosh si por është. që t'jetë shumë e mirë. Është shumë e Ndjen që mirë. është pozitive si ti Deni, sepse ti je shumë energjike, pra ke zgjedh perfekt Faleminderit. koktelin tënd. Kjo është perfekte, është shumë e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, tani ne do kalojmë tek kokteli tjetër. Para se të kalojmë tek kokteli i radhës, ne do t'ju tregojmë një risi të vogël të menus ton. Ta provojmë me Denin. Denin, ti ke një celular? Po, sigurisht. Bravo. Tani, do gjesh një QR code scanner, që është një aplikacion i thjeshtë. Okej. Besoj që do të downloaduar. Po, sigurisht. Shiko, tek faqja parë ke gjithmonë një QR code që është ai QR kodi i mirëseardhjes, pra welcome QR code.
Provoje i qik të tregojmë edhe miqve tanë në do më thënë kjo funksionon? Bra, provoje. Duket interesante. E ta provoj. Hopla. E qikon hapër pra një video mirë se ardhje. Ne në këtë mënyrë do gjejmë edhe për koktelet pra, do lexojmë QR kodin edhe do shohim koktelin që ju, pastaj ju klientët do provoni këtu dhe ne. Pra përveç se do shikoni recetën e shkruar, do gjeni edhe videon përkatëse për çdo koktel që do gjeni në menu. Po pra që nga shumë interesante. Këto janë ato risit e kolonialit që gjithmonë ne kemi diçka të re. Si në pije, ashtu edhe në multimedia. Tani, do vazhdojmë me koktelin e dytë. Kokteli i dytë do jetë një nga ato koktelet klasike. Pra, rrim gjithmonë të koktelet e Hemingwayt. Okej, lajm të freskët. Ju duhet ta kuptoni sa aromë të mirë ka një lajm i sapo prerë. Jo më kot Hemingway pëlqente, thojnë legjendët. Pa. Koktelet me bazë limoni. Rumi bardh. Duken shumë shishme. Voilà. Pak simple syrup. Okej. Do pasojmë me pak lem cordial dhe pak lem limoni për ta zbutur. Voilà. Lem shekerin. Një shekerin i fortë deni dhe për t'i lidhur mirë dhe për ta ftohur shumë shpejt, pra mos të lënë akun të shkrihet. Do gjejmë një gotë shumë të veçantë. Daiquiri. Voilà. Do heqim akull. Kjo është një koktelet klasike. Koktelet klasike që duhet ta gjeni të dashur miq e dashur deni në çdo bar, kudo që ndodheni. Pra, ato recetat klasike, recetat që ju do i gjeni në kolonial, nuk do i gjeni në vende të tjera. Ndërsa klasike do i gjeni në çdo koktel bar që ju të shkoni. Edhe do kenë të njëjtën shije, duhet të kenë të njëjtën shije. Pra mjafton të ruash cilësinë e recetës, sasitë e ingredientëve. Voilà, do e pasurojmë me një qershi maraskinet dhe kështu duket më jashtëse. Lajmin. Okej. Kokteli i dytë të dashur, miq. Për mikën tonë Deni, që sot na ka nderuar me prezencën e saj këtu në kolonial, është gati. Provoj Deni edhe të tregon çfarë ndjen, çfarë të pëlqen më tepër. Besoj ndjen atë freskinë e limonit, nuancën e lehtë të rumit, ë? Është shumë e mirë. Mendoj se limoni kështu është perfekt. Okej. Rallëherë më ndodh që ta gjej kështu. Sa bukur flet Deni dashur miq, sikur do të kisha gjithë klientët si Deni do ishte lokali më i lumtur në botë, edhe bari më i lumtur në botë natyrisht. Të dashur miq, ju dham pak nga ato që do gjeni shumë nga koloniali. Unë edhe Deni sot ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Faleminderit. Pafshim.